mesazhi ishte I qartë ditën e djeshme ku bëra me dije të gjithë pjesëmarrësit aty se kjo I përket pra nuk sigurisht përgjegjësia është individuale. Kushdo që bën llogaritë për interesat vetjake, duke menduar se këto do të heshtohen nga përmaset e një qyteti, duke harruar se në fakt destinacione si Saranda janë kartolina turistike të vendit tonë, që përkasin pra ekonomisë shqiptare dhe të ardhurat të çdo shqiptari. Dhe kjo vlen jo vetëm për Sarandën, e theksova edhe ditën e djeshme, kjo vlen për çdo cep të Bregdetit shqiptar, ku është ndër gjërat më të shtrenjta dhe të shenjta që ne kemi, të cilën duhet ta mbrojmë me çdo kusht, dhe kjo nuk kupton padyshim e njëjta vigjilencë, e njëjta vëmendje që kërkohet nga gjitha instancat përkatëse, përfshis rreth para nga policia e shtetit, për vetë faktin se ata kanë rolin dhe përgjegjësinë sipas ligjit për të garantuar një mjedis të sigurt dhe qetë të ushtrimit të detyrës nga çdo instancë tjetër.